Partia Demokratike dështoi për herë të pestë në përpjekjet për të zhvilluar mbledhjen e Këshillit të Mandateve, lidhur me kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Në një deklaratë për mediat, u erdhi Bylukbashi në emër të Partisë Demokratike, theksoi se po shkelet rregulloria e kuvendit. Ne kërkojmë me urgjencë thirrjen e mbledhjes, edhe sot që kërkojmë përsëri, Niko Peleshi, kryetari i kuvendit, e ka penguar thirrjen e Këshillit, duke mos bërë asnjë veprim për të njoftuar qoftë zonjën Balluku, qoftë prokurorin kërkuesen e heqjes së imunitetit, apo dhe pjesën tjetër të antarëve të Këshillit. Theksoj se rregulloria e përcakton fare qartë, jo vetëm që të drejtën e ka gjysma e antarëve të Këshillit, pra 5 antarë që jemi ne të opozitës e kemi të drejtën për ta thirrur njësoj me kryetarin, edhe kjo e vë kryetarin në detyrimin ligjor për të njoftuar palët dhe për ta thirrur mbledhjen. Për opozitën zvarritja e kësaj çështje vjen pasi mazhoranca po përpiqet të mbrojë numrin 2 të qeverisë, ndërsa Bylukbashi u shpreh se firmat për të bërë kallëzimin penal ndaj kryeparlamentarit Peleshi janë gati. Që do të bëjmë kallëzim penal për kryetarin e kuvendit, që me veprimet dhe mosveprimet e tij ka penguar autoritetin kushtetues të Parlamentit të Shqipërisë për të shqyrtuar këtë kërkesë, mbi të gjitha ka penguar nëpërmjet këtyre veprimeve bërjen e drejtësisë, duke penguar prokurorinë që duke marrë autorizimin e kuvendit shkoi të marrë masën e arrestit përpara gjykatës së posaçme. Tashmë antarësia demokrate nuk do të bëjnë më kërkesë për mbledhjen e Këshillit të Mandateve, teksa i bën thirrje prokurorisë së posaçme që të vijojnë me hetimet.